Ndërkohë nga Vlorë kaloj në Shkodër, kam kolegun Teodor Gjergo atje. Teodor, të përshëndes. Më trego pak lidhur me fluksin e vizitave në qendrën shëndetësore në Velipoj, padyshim me rritjen e turizmit. Diku ka më shumë aksidente, diku ka më shumë persona që i drejtohen qendrës shëndetësore, pra kemi gjithmonë diçka më shumë në këtë sezon. Dhe në Shkodër, në Velipoj më saktë ka një numër vizitash apo jo? Është vërtet fakthimi me shtimin e numrit vizitorëve gjatë sezonit turistik, kryesisht në zonat që kanë dhe numrin më të lartë të turistëve, siç është Velipoja apo Thethi, duket se ka pasur një shtim të vizitave në qendrat shtetësore sezonale të ndërtuara në këto pika turistike. Kanë qenë kryesisht, le të themi, atë fluksin më të madh e ka padyshim Velipoja, duke marrë parasysh dhe numrin më të madh të vizitorëve, ndërsa mjekët thonë që ditët e fundit, kryesisht muaji qershor, që përkon dhe me rritjen e turizmit, ka pasur diku një rritje të këtij fluksi të personave që paraqiten për të marrë ndihmën e parë, janë relativisht rreth 900 persona të cilët janë paraqitur me viroza të stinës, por dhe me problematika të tjera të cilët kanë kërkuar ndihmë të specializuar pranë qendrës shëndetësore. Të paktën mjekja në këtë qendër shëndetësore thotë se ka pasur persona të cilët kanë paraqitur shenja helmimesh, shtuar kjo nga temperaturat e larta, ka shfaqur dhe komplikacione të cilët kanë detyruar pushuesit që të marrin ndihmën e parë. Ajo që vlen të theksohet në fakt themi është këtë vit deri më tani kemi pasur më pak fatalitete në plazhin e Velipojës, pasi vitet e kaluara kemi raportuar për persona të mbytur apo atake kardiake të cilët janë shkaktuar në plazhin e Velipojës, por deri në këto momente fatmirësisht mund të themi që numri i tyre është shumë i ulët në nivele minimale dhe shpresojmë që kjo situatë e tillë të vazhdojë. Në fakt, në këto temperatura shumë të larta, të cilët kanë përfshirë gjithë vendin, mjekët janë ato që apelojnë që kemi kujdes kryesisht moshat e vjetra, të cilët të shmangin temperaturat e larta dhe hapësirat me diell, gjithashtu të mos lëvizin në zonat pedonale apo në qytet në orarin e mesditës. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që gjithë qytetarët në këtë periudhë të nxehtë të konsumojnë sa më shumë ujë dhe lëngje të freskëta për të stabilizuar kështu temperaturat e larta. Themi këtu në Shkodër është shumë vap, nëse do të bëjmë dhe pak telefonin. Okej, s'ka problem, jo, nuk dua të pësosh asgjë as ti as mjetet e transmetimit. Teodor, shumë faleminderit për gjithë detajat që solle, të uroj punë të mbarë dhe shko fresko me njëherë. Zhytu njëherë në liqen, ose në bun, ose në det. I keni gjitha mundësit aty në Shkodër, i keni gjitha, kështu që zgjidh vetë ku do të freskohesh pak. Përshëndes, faleminderit shumë Teodor Gjerga.